Fenomeni i hiperpigmentimit në zonat intime dhe delikate të trupit përfaqëson një nga shqetësimet më komplekse dermatologjike dhe estetike, i cili shpesh herë te kalon thjesht dukjen e jashtme për t'u lidhur ngushtë me mirëqenien psikologjike dhe vetbesimin e individit. Ky proces, i njohur teknikisht si erësimi i lëkurës në zona specifike si yjet, sqetulla dhe zonat perianale, nuk është një ndryshim i rastësishëm, por një përgjigje biologjike e mirë organizuar e melanociteve ndaj një sër stimujve të brendshëm dhe të jashtëm. Për të kuptuar pse ndodh ky ndryshim, duhet fillimisht të zhytemi në mekanizmin e prodhimit të melaninës, pigmentit përgjegjës për ngjyrën e lëkurës son, i cili funksionon si një mburoj mbrojtëse, por që në kushte të caktuara mund të prodhohet në mënyrë të tepërt dhe të pabarabartë. Ndryshe nga pjesët e tjera të trupit që ekspozohen ndaj diellit, zonat intime i nështrohen faktorëve unik si fërkimi mekanik i vazhdueshëm, mungesa e aerosjes dhe mbi të gjitha ndjeshmëria e lartë ndaj flukseve hormonale që diktojnë ritmin e rigjenerimit qelizor. Kur flasim për shkaqet hormonale, jemi duke hapur një kapitull të gjerë që përfshin sistemin endokrin në tërësi. Hormonet si estrogeni dhe progesteroni luajnë një rol protagonist. Ato kanë aftësinë të stimulojnë drejt për drejt melanocitet, duke i bërë ato më aktive dhe më agresive në prodhimin e pigmentit. Kjo është arsyeja pse shumë gra vëren ndryshime të theksuara gjatë periudhave të tilla si shtatzënia, ku rritja e hovshme e hormoneve shkakton atë që njihet si klozama ose vija e zezë, por që shtrihet edhe në zonat intime me një intensitet më të lartë. Një tjetër faktor hormonal i nënvlerësuar por kritik është rezistenca ndaj insulinës. Ky çrregullim metabolik mund të çojë në një gjendje të quajtur acanthosis nigricans, ku lëkura jo vetëm që erësohet, por fiton edhe një teksturë më të trashë, si prej kadifeje. Insulina e lartë në gjak stimulon receptorët e rritjes në qelizat e lëkurës, duke i detyruar ato të riprodhohen me shpejtësi jo normale, gjë që rezulton në akumulimin e pigmentit në palosjet e trupit. Kjo e bën trajtimin e këtij problemi jo thjesht një çështje estetike të sipërfaqes, por një kërkesë për ekuilibër të brendshëm biokimik. Përtej hormoneve, stili i jetesës dhe metodat e depilimit luajnë një rol shkatërues nëse nuk kryhen me kujdes. Përdorimi i vazhdueshëm i briskut shkakton mikrotrauma në derm. Çdo herë që tehu kalon mbi lëkurë, ai heq një stres mbrojtëse, duke provokuar një inflamacion të lehtë por kronik. Trupi, në përpjekje për të riparuar këtë sulm, dërgon sinjale që rrisin prodhimin e melaninës si një formë mbrojtje ndaj irritimit të mëtejshëm. Nëse kësaj i shtohet përdorimit të brendshmeve sintetike që nuk lejojnë lëkurën të marrë frymë, krijohet një mjedis i nxehtë dhe i lagës që favorizon grumbullimin e baktereve dhe kërpudhave, të cilat nga ana e tyre mbajnë lëkurën në një gjendje irritimi të vazhdueshëm, duke e lënë atë me një nuancë më të errët dhe të pajet. Tranzicioni drejt trajtimeve natyrale kërkon durim dhe një qasje holistike. Pasi ndryshe nga procedurat kimike agresive, metodat natyrale punojnë në harmoni me ciklin e rigjenerimit të lëkurës që zgjat rreth 28 ditë. Përbërësit si acidi koic, i nxjerrë nga kërpudhat, ekstrakti i amballit, licorice dhe vitaminas organike janë treguar efikas në frenimin e enzimës tirozinaz, e cila është përgjegjëse për krijimin e melaninës. Përdorimi i aloe verës jo vetëm që qetëson inflamacionin e shkaktuar nga fërkimi, por përmban aloin, një depigmentues natyral që ndihmon në ndriçimin gradual pa dëmtuar barrierën lipidike të lëkurës. Duke u thelluar mëtej në dinamikën e shkaqeve hormonale, është thelbësore të analizohet roli i kortizolit, i njohur ndryshe si hormoni i stresit, i cili shpesh neglizhohet në diskutimet mbi estetikën e lëkurës. Kur trupi gjendet në një gjendje alarmi kronik, prodhimi i lartë i kortizolit prish ekuilibrin e të gjithë sistemit endokrin, duke stimuluar indirekt hormonin stimulues të melanociteve, SH. Kjo do të thotë se gjendja jonë emocionale dhe nivelet e stresit mund të përkthehen fizikisht në një rritje të pigmentimit në zonat ku lëkura është tashmë më e ndjeshme. Ky proces nuk është i menjëhershëm, por një akumulim gradual që vjen si pasojë e inflamacionit sistemik, i cili e bën lëkurën të reagojë duke u mbrojtur përmes erësimit. Në nivelin qelizor, hiperpigmentimi intim lidhet ngushtë me atë që quhet hiperpigmentim post-inflamator, PH. Çdo herë që lëkura në zonën e yjeve ose sqetullave pëson një irritim, qoftë nga djersa, veshjet e ngushta apo produktet higjienike me pH të papërshtatshëm, qelizat imunitare lëshojnë citokina që nxisin melanocitet të prodhojnë më shumë melanosome. Ky është një cikël vicioz. Sa më shumë fërkim dhe irritim të ketë,
aq më shumë melanin depozitohet në shtresat e sipërme të epidermës. Për këtë arsye, hapi i parë drejt një trajtimi profesional dhe efektiv nuk është vetëm zbardhja, por eliminimi i burimit të inflamacionit. Kjo përfshin kalimin në pëlhura natyrale si pambuku organik, i cili redukton nxehtësinë e bllokuar dhe lejon avullimin e lagështisë, duke parandaluar kështu proliferimin e baktereve që mbajnë lëkurën në një gjendje mbrojtjeje të vazhdueshme. Trajtimi natyral i këtij fenomeni kërkon një kuptim të thellë të kimisë së bimëve dhe mënyrës se si ato ndërveprojnë me strukturën e lëkurës pa shkaktuar efekte anësore që shpesh vijnë nga agentët sintetik si hidrokinoni. Një nga aleatët më të fuqishëm në këtë drejtim është acidi laktik, i cili gjendet natyrshëm në kos ose qumësht të fermentuar. Ky acid luan një rol të dyfisht. Vepron si një eksfoliues i butë kimik që largon qelizat e vdekura të pigmentuara dhe njëkohësisht hidraton lëkurën, duke përmirësuar barrierën e saj mbrojtëse. Kur kombinohet me shafranin e Indis, turmeric, i cili përmban kurkumumi me veti të fuqishme anti-inflamatore dhe frenuese të tirozinazës, krijohet një sinergji që jo vetëm ndriçon lëkurën, por edhe trajton shkakun rrënjësor të pigmentimit të tepërt. Një tjetër element kyç në protokollin natyral është përdorimi i vajrave vegetale me përmbajtje të lartë të acidit linoleik dhe vitaminës. Vajrat si ai i farave të rrushit ose vaji i trëndafilit të egër, Rosehi poil, janë jashtëzakonisht efektiv në rigjenerimin e indeve. Vaji i trëndafilit të egër në veçanti është i pasur me retinol natyral, vitamina A, i cili përshpejton rrotullimin qelizor, duke inkurajuar lëkurën të prodhojë qeliza të reja më shpejt. Qelizat e vjetra dhe të errësuara largohen në mënyrë natyrale, duke zbuluar një lëkurë me tom më të njëtrajtshëm. Ky proces duhet të shoqërohet gjithmonë me një hidratim të thellë, pasi lëkura e tharë dhe e dehidratuar tenton të duket më e errët dhe më e ashpër. Për të adresuar shkaqet hormonale nga brenda, ushqyerja luan një rol determinant. Konsumimi i ushqimeve të pasura me antioksidantë si polifenolet dhe flavonoidet ndihmon në luftimin e stresit oksidativ që dëmton melanocitet. Perimet e gjelbra, agrumet dhe frutat e pyllit duhet të jenë pjesë e pandare dietës për të mbështetur mëlçin në procesin e saj të detoksifikimit të hormoneve të tepërta, veçanërisht estrogjeni. Një mëlçi e mbingarkuar mund të çojë në dominancë estrogjenike, e cila, siç u përmend më lart, është një nga nxitësit kryesor të melanogjenezës në zonat intime. Rregullimi i sheqerit në gjak përmes një diete me indeks të ulët glicemik është gjithashtu një hap kritik për të mbajtur nivelet e insulinës në kontroll, duke parandaluar kështu trashjen dhe errësimin e lëkurës në palosjet e trupit. Vazhdimësia e trajtimit është ajo që bën diferencën midis një rezultati të përkohshëm dhe një ndryshimi të qëndrueshëm. Shumë individ dështojnë sepse kërkojnë rezultate brenda natës, por duhet kuptuar se pigmenti që është grumbulluar për muaj apo vite nuk mund të eliminohet brenda pak ditësh pa shkaktuar dëme. Një rutinë e mirëfillt duhet të përfshi pastrimin me sapun natyral pa sulfate, aplikimin e maskave me bazë argjile dhe limoni me kujdes në përqendrim, për të përthithur papastërtitë dhe për të ndriçuar tonin, dhe përfundimi me një serum hidratues që mbyll lagështinë dhe ushqen dermën. Për të vijuar këtë analizë të thelluar, është domosdoshme të ndalemi te kimia e mineraleve dhe mikroushqyesve që shërbejnë si rregullator të procesit të melanogjenezës. Një nga mineralet më pak të diskutuara, por absolutisht jetik për shëndetin e lëkurës në zonat delikate, është zinku. Zinku vepron si një kofaktor për më shumë se 300 enzima në trup, duke përfshirë ato që merren me riparimin e ADN-s dhe ndarjen qelizore. Kur kemi të bëjmë me errësim të lëkurës si pasojë e mikroinflamacioneve, zinku luan rolin e një agenti qetësues që stabilizon membranat qelizore dhe parandalon lëshimin e tepërt të histaminës, e cila mund të çojë në kruarje dhe rrjedhimisht në hiperpigmentim nga fërkimi. Në nivelin e trajtimeve shtëpiake, përdorimi i produkteve që përmbajnë zink natyral ose aplikimi i pastave të krijuara me kujdes ndihmon në krijimin e një barriere fizike që mbron lëkurën nga lagështia e tepërt dhe kriprat e djersës, të cilat shpesh shkaktojnë oksidimin e lipideve në sipërfaqen e lëkurës, duke i dhënë asaj një pamje më të errët dhe të hirt. Kjo vlen veçanërisht për zonën e sqetullave, ku ndërveprimi midis baktereve të lëkurës dhe djersës krijon një mjedis acid që mund të përshpejtojë pigmentimin nëse nuk trajtohet me agent alkaline të butë dhe natyral. Një tjetër element kyç është magnezi, i cili ndihmon në rregullimin e niveleve të glukozës dhe insulinës, siç u përmend më lart në lidhje me acanthosis nigricans. Mungesa e magnezit e bën trupin më të ndjeshëm ndaj stresit oksidativ.
Kur flasim për trajtimin natyral, banjat me kripra epsom, sulfat magnezi, jo vetëm që detoksifikojnë lëkurën, por lejojnë përthithjen transdermale të magnezit, i cili relakson enët e gjakut dhe përmirëson mikrokarkullimin në zonat intime. Një qarkullim më i mirë i gjakut do të thotë më shumë oksigjen për qelizat dhe një largim më i shpejtë i mbetjeve metabolike që kontribuojnë në ngjyrën e mbytyshme të lëkurës. Sa i përket recetave praktike dhe aplikimit të tyre profesional, përdorimi i enzimave të frutave, papajnë dhe bromelajnë që gjenden te papaja dhe ananasi, përfaqëson një alternativë geniale ndaj pelingeve kimike. Këto enzima tretin në mënyrë selektive proteinat e vdekura të keratinës në sipërfaqe pa prekur qelizat e gjalla poshtë tyre. Një maskë e përgatitur me tulin e papajës së freskët e aplikuar për 10-15 minuta 2 herë në javë, mund të transformojë teksturën e lëkurës në zonat intime. Papaja përmban gjithashtu sasi të larta të vitaminave A, C dhe E, të cilat punojnë në sinergji për të ndriçuar njollat dhe për të stimuluar prodhimin e kolagjenit, duke e bërë lëkurën më elastike dhe më pak të prirur për të rrudhur apo ersua. Në këtë rrugëtim drejt zbardhjes natyrale, nuk mund të lihet pa u përmendur roli i probiotikëve. Mikrobioma e lëkurës në zonat intime është jashtëzakonisht e pasur dhe e ndjeshme. Një çekuilibër i baktereve të mira, dysbiosis, mund të shkaktojë inflamacion të padukshëm që rezulton në pigmentim. Aplikimi i maskave me bazë kosi organik, i cili përmban kulturat e gjalla të Lactobacillus, ndihmon në rivendosjen e acid të duhur të lëkurës rreth 4-5-5-5. Ky mjedis acid është vdekjeprurës për patogjenët por ideal për funksionimin e enzimave që rregullojnë hidratimin natyral, duke parandaluar kështu tharjen që shpesh manifestohet si errësim. Gjithashtu, përdorimi i çajit të gjelbër si tonik është një strategji e shkëlqyer profesionale. Polifenolet e çajit të gjelbër, veçanërisht gaska, janë treguar shkencërisht se frenojnë melanogjenezën duke u lidhur me receptorët që nxisin prodhimin e pigmentit. Një kompres me çaj të gjelbër të ftohtë pas depilimit mund të reduktojë menjëherë skuqjen dhe të parandalojë që ajo skuqje të kthehet në një njollë të përhershme kafe. Kjo qasje parandaluese është po aq e rëndësishme sa trajtimi i njollave ekzistuese, pasi lëkura intime ka një kujtesë inflamatore shumë të fortë. Për të adresuar aspektin e veshjeve dhe higjienës, duhet të kuptojmë se lëkura në këto zona është deri në 5 herë më e hollë se lëkura në shpinë apo krah. Kjo e bën atë jashtëzakonisht absorbuese. Përdorimi i zbutësve të rrobave me aroma sintetike apo larsve agresiv lëmbetje kimike në tekstile që irritojnë lëkurën gjatë gjithë ditës përmes fërkimit. Kalimi në larës ekologjik dhe shpëlarja e dyfishte të brendshmeve është një hap profesional që shpesh anashkalohet, por që ka një ndikim dramatik në zbardhjen e lëkurës, pasi eliminon burimin e vazhdueshëm të irritimit kimik, duke u ndalur te lidhja organike midis gjendrave mbiveshkore dhe shpërndarjes së pigmentit. Duhet të kuptojmë se trupi i njeriut funksionon si një rrjet i ndërlidhur ku lëkura shërben si pasqyrë drejtpërdrejtë gjendjes endokrine. Gjendrat mbiveshkore, të cilat prodhojnë kortizolin dhe androgjenët, luajnë një rol kritik në homeostazën e ngjyrës së lëkurës. Kur këto gjendra janë në presion të vazhdueshëm, një gjendje që shpesh njihet si lodhje adrenalne, ato mund të shkaktojnë një mbiprodhim të hormonit adrenokortikotrop, STH. Për shkak të strukturës së tij molekulare, STH ngjason shumë me hormonin stimulues të melanociteve, SH. Kjo do të thotë se kur trupi juaj është në stres kronik, receptorët e melanociteve në zonat intime gënjehen nga ky hormon, duke filluar një prodhim të tepërt të melaninës, sikur të ishin ekspozuar ndaj diellit, edhe pse janë zona të mbuluara. Kjo shpjegon pse shumë trajtime sipërfaqësore dështojnë nëse nuk adresohet shëndeti i brendshëm. Për të balancuar këtë proces, përdorimi i bimëve adaptogjene si ashaganda ose rënja e jamballit, licorice, është thelbësor. Jamballi, kur merret si suplement ose përdoret lokalisht, përmban glabridin, një komponent që jo vetëm parandalon oksidimin, por edhe pengon aktivitetin e tirozinazës pa qenë toksik për qeliza. Ky është një proces zbardhjeje inteligjent që respekton integritetin e lëkurës. Në nivelin e protokollit praktik 30 ditor, hapi i parë është gjithmonë detoksifikimi i poreve dhe largimi i mbetjeve të deodorantëve apo produkteve estetike të mëparshme. Javët e para duhet i dedikohen rindërtimit të barrierës. Kjo arrihet përmes aplikimit të vajit të kokosit të virgjër, i cili përmban acid laurik me veti antimikrobike, i pasuruar me disa pika vaj esencial të livandës për të qetësuar mbaresat nervore në lëkurën e irrituar.
Gjatë kësaj faze, eksfolimi duhet të jetë minimal dhe vetëm me bazë enzimatike, siç u përmend me papajen, për të shmangur krijimin e qarjeve të reja mikroskopike që do të ftonin pigmentim të mëtejshëm. Në 10-ditëshin e dytë, fokusi zhvendoset te ndriçimi aktiv. Këtu mund të futet përdorimi i ujit të orizit të fermentuar, një sekret i lashtë i bukurisë orientale. Uji i orizit është i pasur me inositol dhe acid ferulik, të cilët ndihmojnë në zbardhjen e butë dhe rritjen e elasticitetit të lëkurës. Aplikimi i rregullt i kompresave me ujë orizi në zonat e errësuara ndihmon në barazimin e tonit të lëkurës në nivel qelizor. Gjithashtu mund të përdoret patatja e papërpunuar. Lëngu i patates përmban një enzim të quajtur katekolaz, e cila është një agent natyral zbardhues shumë i fuqishëm, por mjaft i butë për mukozat dhe zonat e ndjeshme. Gjatë 10 ditëshit të fundit, synimi është ruajtja e rezultateve dhe mbrojtja e qelizave të reja. Kjo fazë kërkon përdorimin e antioksidantëve të fuqishëm si vitamina E lëngshme dhe ekstrakti i farave të grapefrutit. Këta përbërës veprojnë si vulosës të procesit të ndriçimit, duke parandaluar që radikalet e lira të nxisin sërish melanocitet. Është gjithashtu koha kur duhet të bëhet një vlerësim i stilit të jetesës. Reduktimi i sheqernave të rafinuara dhe rritja e marrjes së ujit me limon në mëngjes ndihmon në alkalizimin e trupit, gjë që reflektohet në një lëkurë më të pastër dhe më rrezatuese. Për t'i dhënë këtij teksti dimensionin e kërkuar profesional, duhet të prekim edhe ndikimin e ciklit menstrual të femrat në ngjyrën e zonave intime. Gjatë fazës luteale, kur progesteroni është në kulmin e tij, lëkura tenton të mbajë më shumë ujë dhe të jetë më e prirur ndaj inflamacionit. Gjatë kësaj jave, është e këshillueshme që trajtimet zbardhuese të jenë më të lehta dhe të fokusohen te freskimi dhe qetësimi, duke shmangur çdo gjë që mund të jetë abrazive. Kjo qasje e sinkronizuar me biologjinë e trupit garanton që rezultatet të mos jenë vetëm sipërfaqësore, por një reflektim i një shëndeti hormonal të optimizuar. Për të vijuar këtë traktat të gjerë mbi shëndetin e dermës në zonat delikate, duhet të eksplorojmë një fushë që shpesh neglizhohet, kronobiologjinë e lëkurës. Lëkura jonë nuk funksionon në të njëjtën mënyrë gjatë 24 orëve. Gjatë natës, shkalla e rigjenerimit qelizor dyfishohet, ndërsa barriera e lëkurës bëhet më depërtuese. Kjo do të thotë se koha kur aplikoni trajtimet natyrale është po aq e rëndësishme sa vetë përbërësit. Aplikimi i agjenteve ndriçues pak para gjumit lejon që përbërësit aktiv si acidi elagjik, i gjendet e shega, të depërtojnë më thellë në melanocite. Pikërisht atëherë kur trupi po riparon dëmtimet e shkaktuara gjatë ditës. Një tjetër aspekt fascinant është lidhja midis shëndetit të zorrëve, mikrobiomës intestinale dhe pigmentimit. Ekziston një aks si drejt për drejt zorë-lëkurë. Kur kemi një rritje të tepërt të baktereve të dëmshme apo kërpudhave si Candida albicans, trupi prodhon toksina që qarkullojnë në gjak dhe shkaktojnë inflamacion sistemik. Ky inflamacion shpesh manifestohet në zonat ku lëkura është më e hollë dhe ka më shumë gjëndra djerse, siç janë zonat intime, duke quar në një erësim që nuk vjen nga jashtë, por nga mbi ngarkesa toksike e brendshme. Përfshirja e ushqimeve të fermentuara si kefiri apo lakra turshi në dietën tuaj mund të jetë, paradoksalisht, një nga hapat më efektiv për zbardhjen e zonave intime. Ndikimi i pit dhe acid mantle. Lëkura jo mbrohet nga një shtresë acidike e padukshme e quajtur acid mantle. Shumica e sapunëve komercial ka një pH alkalik mbi 7, i cili e shkatëron këtë mbrojtje. Kur kjo shtresë dëmtohet, lëkura reagon duke u trashur dhe duke prodhuar më shumë pigment si mbrojtje ndaj baktereve. Një sekret profesional për të rivendosur këtë ekuilibër është përdorimi i uthullës së mollës të holluar. Një pjesë uthull me 10 pjesë ujë distiluar, si një tonik pas larjes. Ky veprim i thjesht ndihmon në mbylljen e poreve dhe parandalon oksidimin e melaninës, duke mbajtur lëkurën të ndritshme dhe të shëndetshme. Fuqia e ujit strukturor dhe hidratimit intracelular. Shpesh mendojmë se pirja e ujit mjafton, por për zbardhjen e lëkurës, na duhet që uji të arrijë brenda qelizës. Lëkura e dehidratuar duket më e errët sepse qelizat shfryhen dhe pigmenti koncentrohet në një sipërfaqe më të vogël. Konsumimi i ushqimeve me ujë strukturor si kastravecat, shalqing dhe chia seeds ndihmon që lëkura të mbetet e mbushur plumb, gjë që shpërndan dritën më mirë dhe bën lëkurën të duket natyralisht më e bardhë dhe më transparente. Lidhja me sistemin limfatik. Zonat intime janë pika kyçe të nyjeve limfatike. Një sistem limfatik i ngadalshëm do të thotë që mbetjet qelizore grumbullohen në inde,
duke shkaktuar një nuancë të errët, pothuajse cianotike, blu në gri në lëkurë. Masazhet e lehta rrethore me vajra esencial si ai dëllinjës, juniper berry ose citros ndihmojnë në drenimin limfatik, duke larguar toksinat dhe duke i kthyer lëkurës rozën dhe freskinë e saj natyrale. Rofuli i melatoninës, hormonit të gjumit. Melatonina nuk është vetëm rregullator i gjumit. Ajo është një nga antioksidantët më të fuqishëm që njeh shkenca. Ajo ka veti të drejtpërdrejta antimelanogjenike. Kjo do të thotë se mungesa e gjumit cilësor redukton aftësinë e trupit për të frenuar prodhimin e pigmentit të tepërt. Një gjum i mirë në një dhomë plotësisht e errës stimulon prodhimin e melatoninës, e cila punon si një agent zbardhues i brendshëm për të gjithë trupin, veçanërisht në zona që janë më të ndjeshme ndaj luhatjeve hormonale. Një nga sekretet më të ruajtura në estetikën holistike është përdorimi i pluhurit të perlës dhe ekstraktit të mëndafshi. Këta përbërës, të pasur me mbi 18 aminoacide dhe minerale gjurmë, punojnë në një nivel tjetër nga eksfoliuesit e thjeshtë. Aminoacidet si konkiolina, që gjendet te perlat, ndihmojnë në transformimin e melaninës ekzistuese në një formë më të lehtë dhe më pak të dukshme, ndërkohë që rritin reflektimin e dritës në sipërfaqen e lëkurës. Kjo krijon atë që quhet efekti i ndriçimit nga brenda, ku lëkura nuk duket thjesht më e bardhë, por më rrezatuese dhe më e shëndetshme. Aplikimi i një maske me pluhur perle të përzier me qumësh dije, i pasur me acid kaprilik një herë në javë, shërben si një vulë finale për të gjithë procesin e zbardhjes. Një aspekt tjetër kritik i kësaj faze përmbyllëse është përshtatja e higjienës pas aktiviteteve fizike. Gjatë ushtrimeve, djersa që mbetet në lëkurë ka një përqendrim të lartë kripërash dhe ureje, të cilat, kur thahen, mund të gërryejnë barrierën mbrojtëse dhe të shkaktojnë errësim të menjëhershëm si pasojë e oksidimit. Pastrimi menjëhershëm me ujë të vakët dhe përdorimi një pudre natyrale me bazë niseshte e misri ose arorot në vend të talkut ndihmon në absorbimin e lagështisë së tepërt pa bllokuar poret, duke parandaluar kështu fërkimin që është armiku numër 1 i zonave intime. Duhet të prekim gjithashtu rolin e gjithë përfshirjes së hormoneve mashkullore, androgjeneve te femrat. Nivelet e larta të testosteronit të lirë, shpesh të lidhura me stresin apo dietën e pabalancuar, mund të çojnë në një stimulim të tepërt të gjendrave sebace në zonat intime. Ky sebum i tepërt oksidohet shpejt kur bie në kontakt me ajrin, duke u shndëruar në pika të zeza apo një hije të errët në rrënjët e qimeve. Trajtimi natyral përmes çajit të mentes, spearmin tea, i cili ka veti të provuara antiandrogjenike, ndihmon në uljen e këtij stimulimi, duke e bërë lëkurën të duket më e pastër dhe më pak e prirur ndaj inflamacionit që pason depilimi. Në fund, suksesi i vërtet i këtij protokolli profesional qëndron te psikodermatologjia. Besimi se lëkura juaj është në proces shërimi dhe ushqimi i saj me dashuri, në vend të gjykimit të ashpër para pasqyrës, ul nivelet e hormoneve proinflamatore në trup. Kur trupi nuk ndihet nën sulm, ai e ka më të lehtë të lëshojë pigmentin e tepërt. Ky tekst, megjithse i gjatë dhe i detajuar, synon t'ju jap mjetet për të marrë kontrollin mbi biologjinë tuaj, duke kuptuar se çdo ndryshim në ngjyrën e lëkurës është thjesht një mesazh që trupi po ju dërgon për gjendjen e tij të brendshme. Duke ndjekur këto hapa, nga balancimi i insulinës dhe kortizolit, te përdorimi i enzimave të frutave dhe mbrojtja e mikrobiomës, ju nuk po zbardhni thjesht një zonë të trupit, por po optimizoni funksionimin e organit tuaj më të madh. Ky udhëzues shërben si një enciklopedi e gjallë, e cila duhet rishikuar her pas here, duke kujtuar se bukuria e vërtet është një harmoni midis asaj që ham, asaj që mendojmë dhe asaj që aplikojmë në lëkurën tonë.